Po, du me ardhë të një temë e cila për mu ka qenë shqetësuese në raport me vendimin që ka marrë Lidhja Demokratike e Kosovës. A është Lumir Avdigjiku i sotshëm as me PDK-n e as me LVV-n, siç pati përpjekjet duket ashtu edhe për rezolutën e krerëve të QK-s. Pra, qysh e thash edhe më herët as mesh as pesh. Jo, LDK-ja është e LDK-s. Lumir Avdigjiku është kryetari i LDK-s, dhe deputetët e LDK-s janë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tas kujt tjetër. Kushdo që pretendon me pas dorën LDK, do t'i digje dora pa u afruar te LDK-ja. Këtë ta keni qartë. Kanë përfunduar akoma. Kanë partitë e veta, le t'i mbajnë partitë e veta. Kanë ku japin mendimin partitë e veta. Në shtëpinë tonë politike as mos ta afrohen se si lëm u afru asnjëherë. Tani, më lejoni ta them qartë sepse kjo tema e rezolutës është bërë shumë e madhe edhe në qenë se është bërë e madhe, e ndjej obligim edhe të them qartë një gjë që është bazike për bindjet e mia. Unë besoj që në mënyrë artificiale po krijojmë konflikte që s'na kanë hije fare popullit të Kosovës. Edhe kuptoj pse krijohen, ka tensione jo të mira, po le ta them kështu, unë edhe në qëndrimet tona zyrtare politike pra të partisë, edhe në fjalimet e mia, në qëndrimet e mia, vazhdimisht të theksoj që janë dy rrugë të brendshme dhe një rrugë e jashtme që ka arritur suksesin më të madh historik të popullit shqiptar. Dy rrugët e brendshme nis me lëvizjen pacore të viteve 90 më krye me atë që quajmë ne dhe që Kosova e trajton si atë themeltar të Republikës Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, njeriu që ka ideuar shtetësinë e Kosovës. I pari që ka ideuar projeksionin e shtetit të Kosovës pavarur dhe më pas i ndjekur nga secili tjetër. Deri më sot secili tjetër që ndjek projektin e Kosovës pavarur. Kjo lëvizje pacore ka qenë lëvizje gjithë popullore, ka qenë e gjithë shqiptarëve të Kosovës dhe jo vetëm, ka qenë lëvizje që ka arritur ta bëj me mrekullinë më të madhe të kompasin moral të Republikës Kosovës ta bëj ndërgjegje ndërkombëtare. Sepse Rugova ka kuptuar sakt që pa bërë kauzën tonë morale para syve ndërkombëtare kemi të kotë. Edhe historia duhet të thënë se që është e vërtetë, dhe vërtetë është se me kalimin e kohës, durimi i popullit shqiptar kishte mbaruar. Djemt, kryesisht djemt dhe vajzat, po kryesisht djemt, më të mirë të Republikës Kosovës kanë marrë armët, kanë themeluar ushtrinë çlirimtare të Republikës Kosovës, që është krenaria më e madhe e secilit njeri në Kosovë. A kuptoni që do me thonë një djalë i ri, ose jo, e merr një armë edhe vendos me vdek për diçka që s'ka me shijuar ai vetë kurrë. A kuptoni që s'ka arritje më të madhe ultime në kontributin e njerëzit. Unë e konsideroj veten patriot që po provoj të kontribuoj në vendin tim me pozicion kravatës, ulse e kuvendit të Kosovës. Pa a kuptoni vendimin e tij, një burr që i lën fëmijët, nanën, babën, një gru, e merr pushkën dhe secili njeri që ka marrë pushkën e ka marrë me qëllim dhe me vetdije të plotë se s'do të kthehet më kurrë. Nuk ka arritje më të madhe. Që kësh dikë që e merr pushkën, është i gatshëm me vdek për diçka që s'ka me shiju vetë. Ndoshta as familja vetë. E me siguri as familja vetë të rasti i Jasharajve. Jemi shumë të vogël për me bënë gjë të tillë. Ushtria çlirimtare e Kosovës është krenari e popullit të Kosovës. Sigurisht se ushtria çlirimtare e Kosovës, ashtu dhe lëvizja pacore, nuk ndeshën njëra me tjetrën, janë bashkë. Pse kemi nevojë më ndo? Të dyjat, pse nuk e votuat rezolutën? Ta shpjegoj, të dyjat, edhe lëvizja pacore, edhe lufta çlirimtare, e kanë bërë rrugën e tretë që ka ardhur nga jashtë, që është intervenimi ndërkombëtar. Mund të themi çfarë dojmë, ta glorifikojmë veten, pa ndërhyrje ndërkombëtare. Do të kishim qenë edhe më të sobzuar, më pak suksesshëm. Se sa çfarë jemi sot. Gjithçka në hapësirën historike ka qenë mrekulli e kohës. Ata njerëz kanë qenë të moshave tona. Edhe kur e kanë nisë lëvizjen pacore, s'ka pas sistem shtetëror. Nuk e kemi moshën tonë, jo. Ibrahim Rugova ka qenë moshën tonë. Ka 22-3 vjet. Jo luftëtor. Flas për këta luftëtor. Jo, çfarë po ta jap shembull. Ibrahim Rugova ka qenë moshën tonë. Adem Jashari ka qenë moshën tonë kur ka vdek. Këta nuk kanë pas prej kujt me mësu. Nuk kanë pas shtet. Sot mundet me ndodh lufta, e ki policinë, e ki ushtrinë, më pas mobilizohet. Ki ku më drejtu. Në 90-tat kur ka rast sistemi kontinental, këta burra, këta intelektual që kanë nisë lëvizjen pacore, kanë nisë rrugtimin botnor, tu nisë prej vetës. Jo se kanë trashëguar një sistem shtetëror. Lufta e ushtrisë çlirimtare nuk ka qenë luftë e një ushtrie që ka ekzistuar, është dashur me nisë prej fillimit. Veç idealin e kemi pas. Nuk ka pas krenari më të madhe kur këto dyja kanë arritur me bolirin. Tani,
nuk ka përplasje mes dy rrymave, ju lutem shuni këtë çështje. Kur Shuni më ju? I kemi të shujtura ne. Nuk i keni të shujtura duke pas parasysh Lumir. Krerët e qesaj që është leja ta them të shkronjshi UÇK duke u gjyku në Hag. Fjala përfundimtare është të ndje. Veç pak ditë më herët është se mi ja lyp borxhin ditë dvorimit për njerëzve. Jo, mos ja lyp një as LDK-s diçka që s'mundet me bë. Edhe këtë duhet me ditë. LDK-ja pra nuk është sponsorizuese, as ideatore, as nuk i gëzohet dhe madje beson plotni që lufta ushtrishtrimtare të Kosovës është luftë sublime e popullit të Kosovës, sepse vetë populli i Kosovës është UÇK-ja. Të godasësh UÇK-n e godet edhe popullin e Kosovës dhe LDK-n. Kështu e shohim ne. Pra të godasësh UÇK-n e godet edhe LDK-n. Unë jam i rrethuar në kuvend me luftarët e UÇK-s, a i keni dëgjuar ndonjëherë teksa tregojnë për idealet e tyre të luftës. E janë pak me mua në gjithandej Kosovës për të kuptuar të vërtetën e luftëtarëve tonë që janë njerëz tonë. Ju lutem mos e bëni gjë të tillë. Në rastin e rezolutës kishte një